Çfarëdo që të them sot nuk mund të mos jetë kushtuar arritjes kryesore të Partisë Demokratike, koalicionit saj me përfaqësuesit e 1/3 e 26%, falni më saktë, e 26% sipas të gjitha librave elektoral të elektoratit shqiptar. Ky koalicion, kjo aleancë me forcat politike që zbashku përfaqësojnë minimumi 26% të elektoratit shqiptar, po herëherë edhe 30%, është një garanci madhore e shpëtimit të Shqipërisë me 11 maj dhe hapjes së epokës apo kohës së Shqipërisë madhështore. Edi Rama ka bërë përpjekje të dënueshme, të jashtëzakonshme për të sabotuar këtë koalicion që e të merron. Por ky koalicion sot është realitet dhe mund të quhet me sinonim tjetër koalicioni i fitores. Por meqense objektivi më madhor i këtij koalicioni është Shqipëria madhështore, atëherë u vendos të quhej Aleanca për Shqipërinë madhështore, e Partisë Demokratike për Shqipërinë madhështore. Në paraqitjen time në momentin e shpalljes këtij koalicioni rrjedhtova disa faktorë, të cilët janë real dhe të padiskutueshëm. Por këtu do ndalem dhe në një faktor tjetër. Arkitekti, kryestrategu, bashkë kryestrategu i fitores më të madhe i rikthimit më vendimtar në historinë e njerëzimit të Donald Trump, edhe ai përbën në vetvete Chrysler Civita një forcë majeure, një forcë madhore në fitoren e ardhshme të këtij koalicioni. Edi Rama sot i tmerruar nga këto zhvillime ka ironizuar dhe atakuar pikërisht këtë moment me të cilin ai ndjehet i pashpres. Nuk jam marrë kurrë me kompanit konsulente që ai ka kontraktuar, se nuk është normale. Kurse ai ka këto ditë merret natyrisht sepse kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan Chrysler Civita e quajti Edi Ramën siç është kukulla e George Soros. Tani Edi Rama në vend se të merret me patronin e tij dhe kukull siç është vetë, merret me njeriu që i tha të vërtetë në sy. Dhe këto janë zgjidhjet e tij, e njeriu të pashpres në këtë garë, e njeriu që në përzgjedhjen e kandidaturave
dëshmoj zero transparencë, e njeriu që shumëzoj me zero në përzgjedhjen e kandidaturave, të gjitha strukturat e partisë tij, antarësinë, komitetet e partisë dhe forumet e tjera. Pra, përdori praktikat më obskure në nxjerrjen e kandidatëve, por kjo nuk pritej ndryshe.